Mesazh zanor. Para mendoj një fëmijë 13 vjeçar, me kaluna për një ngjarje të tillë, me u ngacmu me fjalë të tilla, brutale, është e tmerrshme. Vajza që ka planuar të ndajë historinë të tmerrshme të ngacmimit seksual të një nxënëse në shkollën e fshatit Zllakoqan të Klinës në Kosovë. Është motra e viktimës, një 30 vjeçare, e cila ka ngritur e para alarmin për ngjarjen e rënd, ndërsa personi që citon prokuroria është 42 vjeçari, Nik Ndrecaj, mësues i kësaj shkolle. Ngacmimi i mësuesit ndaj nxënësës së tij ka nisur me disa çate private, që shumë shpejt kanë kapërcyer çdo limit të komunikimit midis një mësuesi dhe një nxënëse. Tekstet e këtij personi që duhet të ishte edukatori është pak të quhen të tmerrshme dhe tregojnë më së miri anën e errët të një individi, babai i 2 vajzave të mitura. Ai me fjalë të sakta, thotë të martën, unë e kam e të prej, kam e të shtit dur, edhe nëse vërtet. E alarmuar me çfarë ka parë në celularin e motrës më të vogël, 30 vjeçarja merr kontakt menjëherë me mësuesin, duke e njoftuar se do ta ndiqte vetë situatën e tmerrshme që ai ka shkaktuar të voglës. Pasi që i kam pa bisedat, jam konë tepër me fosën edhe i kam shkru personit në fjalë. I kam kërku llogarit që është e mujt. Asë një moment vetëm nuk ka tentu me më hu rostin, çka ka bo? Të vetëmin sen që ma thoj ke mos të lajmëron media, mos i trego babit, mos të që rostin polici, kërkoj ke falje pa ndërprej, më theke, a jem Kosovë, me fol këtë sen live, mbaj ke beje, mos mi publiku sendet. Në situatën kur gjithçka është zbuluar nga të afërmit të nxënësës së tij 13 vjeçare, mësuesi Nika i ka propozuar atyre një zgjidhje që mund t'i jepte fund makthit të vajzës, por që do të lindte të lirë një manjak nën petkun e mësuesit. Ka me bo kërkesën mu largu prej shkollës, veç mos të rostin media ose në polici ose me tregu prindit, po për mu kone pa pranushme një sen e tillë se rast e tilla nuk është e drejtë me mbet veç me ndru shkollën edhe hajtë se kryhet. Për mu është e pa pranushme ajo gjë. Familjarët e vajzës jo vetëm që refuzojnë kategorikisht çdo marrëveshje me mësuesin pedofil, por i drejtohen menjëherë policisë, e cila në bashkëpunim me prokurorinë kanë kryer arrestimin e menjëhershëm të mësuesit Nik Ndrecaj. Prokurori i shtetit ka ndaluar një person për 48 orë në ndyshimin se ka kryer vepra penale sulmi seksual. Njëkohësisht policia e Kosovës janë autorizuar që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme që kjo çështje penale të ndriçohet në plotësi. Ajo është babi 2 vajzave vetë. Nuk e di çka ka mendu, çka ka leju trunit tim me ordernat pik. Nuk e kuptoj. M'bjen shumë keq për ata fëmijë, se në funditë të janë edhe ata të prekun për këtë rast. Ndërkohë, kjo qasje e pështirë dhe njëkohësisht e rrezikshme e mësuesit manjak ka shkaktuar efekte të pariparueshme të vajza minorene, e cila, për fat të mirë, është mbështetur nga familja. Jemi për kujdes maksimalisht për psikologjinë e motrës, se gjendja e saj është emocionalisht tepër e rënduar. Si për mamën, si për babin, rasti u kanë shokues. Unë nuk kam pa dhimbje më të madhe në jetën time në sytë tona. Se janë vetë po thënë, një minutë me gjithë hapësirë shkon në shëlet. Motrën, vllaun, kanë do e dërgojnë shkollë, mendja tyne me kone ndritën, jo me përjetu ngacmime seksuale, prekje, ose edhe çka do ma të voglin send, që e dëmtojnë psikologjinë e një fëmije. Ndërkohë, motra 13 vjeçares jep një mesazh për të gjithë prindërit. Për gjithë ata prindër, të kenë kujdes, që rrinë afër fëmijëve tyne, që u japin lirinë edhe mundësinë me diskutu me prindërit tyne sikur shok. Jo me fajsu fëmijë, absolut, se një 13 vjeçar s'mundet me pas faj rakt e tilla. Nëse një prind nuk e ndihmon fëmijën, unë nuk di kush ka me ndihmu.